Drejtori i Institutit Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave, Lulzim Peci, ka deklaruar se njohja e Kosovës nga Rusia është një temë që po diskutohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas tij, një marrëveshje e mundshme gjeopolitike midis fuqive të mëdha mund të ndikojë edhe në kufitë e Ballkanit, veçanërisht në Kosovë dhe Bosnjë-Hercegovinë. Në një intervistë të fundit, Peci u shpreh se nëse SBA e njeh Krimen si pjesë të Rusisë, kjo mund të pasohet nga një njohje reciproke e Kosovës nga Moska. Më duket absurde, por më duket se çmimi për ta ka me qenë që edhe Rusia me njoh Kosovën, sidomos nëse SBA e njeh Krimen si pjesë të Rusisë, dhe e dyta mundet me qenë edhe pjesa e ndryshimit të kufive që mundet me u reflektu sidomos në Kosovë dhe në Bosnjë, deklaroi ai. Një skenar i tillë do të shënonte një moment historik për Kosovën, e cila prej shpalljes së pavarësisë në vitin 2008 ka asur në kundërshtime të ashpra të Moskës. Rusia ka mbështetur vazhdimisht Serbinë në arenën ndërkombëtare, duke penguar anëtarësimin e Kosovës në organizma të rëndësishme si Kombet e Bashkuara. Megjithatë, sipas Pecit, konjunkturat ndërkombëtare mund të sjellin një lëkundje të kësaj pozite të kahershme. Skenari i një marrëveshje të tillë ndonse spekulativ ngresh shqetësime për ndikimet që mund të ketë në Ballkan. Ndryshimi i kufive në rajon është një çështje e ndjeshme, sidomos në kontekstin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi dhe tensioneve të vazhdueshme në Bosnjë-Hercegovinë. Analistë të ndryshëm kanë paralajmëruar se çdo ndryshim i tillë mund të shkaktojë pasiguri dhe përshkallëzojë tensionet ndëretnike. Peci gjithashtu komentoi mbi rolin e Turqisë në Ballkan, duke theksuar se ndikimi i Ankaras shpesh është i egzageruar. Turqia nuk është aq fuqi e madhe sa po transmetohet, tha ai, duke sugjeruar se roli i saj në rajon është i kufizuar përkundër përpjekjeve për të zgjeruar ndikimin politik dhe ekonomik. Megjithse ende nuk ka ndonjë konfirmim zyrtar mbi këto diskutime, deklaratat e Pecit kanë ngjallur debate në Kosovë dhe më gjerë. Nëse një skenar i tillë do të realizohej, do të kishte pasoja të mëdha jo vetëm për statusin ndërkombëtar të Kosovës, por edhe për të gjithë arkitekturën e sigurisë në Ballkan.